Dielli nuk shkëlqen çdo ditë, por lulet me të s'janë mërzit. Hëna nuk është gjithmonë e plotë, mirë po ajo hënë mbetet sërish në botë. Ti nuk mund t'jesh gjithmonë e lumtur, sado që mundohesh ta bësh këtë të mundur. Vetë jeta, vajzë mund të jetë, vështirësi e dilema në të do të ketë. Mirë po ajo që më shumë ti ka rëndësi, është se si e sheh veten ti. Është fakti se sa atë e sulmon, sa herë e fal, e sa herë e dënon. Je dobët o xhan, je njeri, e si të gjithë do ta bësh edhe ti. Do flasësh një fjalë, do marrësh një drejtim, që mbas e rëndon, ambas edhe je gabim. Mirë po, pavarësisht gjithçkaje, pavarësisht kësaj, duaje, fale veten, mos e rëndon në faj. Ama me qetësi, ashtu siç nëna i flet fëmis, merr edhe fol me të, atje, në errësirën e vetmisë. Edhe pse e rënd, e me vështirësi plot, përqafoje, fale, duaje veten fort. Përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish në këtë diel të dytë. Jemi në episodin e dytë të hapësirës tonë në podcastin Dritë. Siç kemi biseduar javën e parë për një pikë shumë të rëndësishme të dritës së njeriut, që ishte ajo e besimit, këtë të diel takohemi së bashku për të ndarë një tjetër dritë, një tjetër eksperiencë, një tjetër jetë reale të një zonjë të nderuar dhe aq të rëndësishme sa besimi, që është shkollimi. Këtë të diel ndajmë së bashku eksperiencën, jetën dhe gjithçka tjetër që zonja Vlora Berisha Maloku ka nderin ta kenë sonte dhe të bisedojë me mua për një hapësirë shumë të rëndësishme që kanë përjetuar të gjitha motrat dhe vëllezërit tanë të Kosovës. Ajo është një zonjë që në fëmijërinë e saj ju mohua shkollimi. Plot ëndra, plot dëshira, plot sakrifica, ajo kishte aq shumë talente dhe aq shumë mundësi për të arritur të bëheshe një zonjë me plot aftësi, por për shkak të luftës i privohet gjithçka tjetër. Jo vetëm për këtë, por edhe për shumë gjëra të tjera, ftoj në skenë bashkë me mua zonjë Vlora Berisha Maloku. Përshëndetje. Përshëndetje Eni, Përshëndetje. apo dëgjohemi? Besoj se po. Më dëgjoni mua? Shumë mirë. Gëzoj shumë. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit. Mirë se erdhët në këtë episod të dytë. Jemi së bashku. Mirë se gjeta, dhe të falenderoj shumë për ftesën. Faleminderit. Përgëzoj për këtë podcast të ri me emrin aq të bukur Dritë, edhe të uroj ti arrish majat e suksesit. Faleminderit. Zoti është shpërblet, gjithashtu dhe unë për juve. Është shumë bukur kur gratë, vajzat, femrat mbështesin dhe ndërtrokasin përpjekjet e njëra tjetrës. Ashtu është. Mbase nuk arrim absolutisht asnjë sukses, por pse mos hedhi një hap edhe të përpiqemi për të arritur qëllimet edhe ato ëndra që ne kemi patur që është në fëmijërinë tonë. Ke të drejtë. Siç e theka pak më përpara, unë jam shumë e nderuar të ndaj me ju sot këtë podcast dhe do të fokusohemi tek një pikë që ishte aq shumë e dhimbshme, por që bëhet aq shumë e rëndësishme për jetën tuaj. Jo më kot unë e theka periudhën e luftës, periudhën ku mbase ka qenë një vështirësi shumë e madhe nga ana juaj emocionale dhe jetësore, si të gjithë familjeve të Kosovës, të gjithë familjeve të motrave të vëllezërve tanë, dhe pas asaj situate jeta juaj merr një rrjet komplet tjetër. Unë e kam cilësuar këtë podcast si nga një vajzë që ndalohet shkolla në vendlindjen e saj në një grua që sot edukon brezat e rinj në Gjermani. Shumë bukur e ke formuluar. Po ashtu është e vërtet, Eni, unë vi nga një qytet, nga qyteti më i bukur i Kosovës për mua, nga kryeqyteti Prishtina, pra një qytet i cili u mundsoi shumë njerëzit të realizojnë ëndrat e tyre, që edhe mua ndoshta nuk më mungoj një gjë tillë deri në një
periudhë të caktuar, e cila pastaj nuk më qëlloj vetëm mua, por edhe gjithë shokët dhe shoqet e mia, familjarët e mi, do të thotë të gjithë vendin, gjithë popullin. Pra, Prishtina si qytet është qyteti i kujtimeve të mia, kujtimeve më të bukura, e posaçërisht ato të fëmijërisë dhe të rinisë. Edhe aty u linda, u rrita, mbarova shkollën fillore, pastaj gjimnazin, edhe vazhdova po ashtu të studioj në fakultetin filologjik, por gjë që ndodhi ajo që ndodhi, pra lufta, edhe u desh të ndërpriten të gjitha, të ndërpritet një jetë e tërë, të ndërpriten ëndrat, edhe të marrim një rrugë që as vetë nuk e dinim se ka po ja mbanim. Ka qenë një pikë shumë e rëndësishme në bisedën që ne vendam së bashku, që më keni treguar një heroizëm shumë të madh që asoj kohe, nëpërmjet mbylljes së institucioneve, ata mendonin se fëmijët do mbeteshin fare pa arsim, por ju kthyet godinat apo banesat tuaja në institucione shkollore ose në klasa të improvizuara. Ashtu është. Unë tani kanë kaluar, do të thotë që nga ajo kohë që nga viti 96, tani jemi 2026, do të thotë janë 30 vite që i kemi pas, por mua më kujtohet si sot ajo kohë. Absolutisht. Edhe mund të them, edhe sot e asaj dite i falenderohem të gjithë atyre njerëzve, gjithë atyre vllezërve, motrave, familjarëve të cilët lëshuan shtëpitë e tyre, edhe që ne t'i shndrojmë në shkolla dhe të mund të vazhdonim pra shkollimin ton, arsimimin ton, tutje, pa them ashtu pa pengesa, pa marrë parasysh rrethanave në cilat jetonim. Do me thënë është një sakrificë shumë e madhe, siç mund të bëjë çdo njeri në jetën e tij, që pavarësisht të gjitha kushteve dhe rrethanave që jeta na sjell, ne kur nuk duhet të dorëzohemi, por duhet vazhdojmë përpara për të arritur atë qëllimin final. Ju kishit shumë ëndra, ishit të rinj, një brez që të ndëronit të bënit dikush, të keni një diplomë, por jo vetëm për kaq, të vazhdonit të jetonit të qetë në qytetin tuaj të lindjes, sepse secili nga ne meriton shkollimin, jetesën normale dhe të lirë në vendet ku jetojmë dhe jemi rritur dhe jemi lindur. Përtej kësaj, kemi treguar ose më keni thënë që keni qenë një vajzë me shumë ëndra dhe dashuronit botën e artit dhe ishit shumë e lumtur të mësonit lehtësisht shumë gjuhë të huaja. Ashtu është, nuk e di, isha si fëmijë, isha një fëmijë shumë ambicioz. Më kanë treguar se kam filluar shumë herët edhe të flas, të ec, pra nuk më pritej. Kështu që si fillova të flas, më duket gjëra parë që kam bërë nuk kam folur, por kam kënduar më një herë. Mrekulli. Si merja ndonjë luk kuzhine apo ndonjë gajtan fshes apo diçka të ngjashme, hipja mbi tavolinë dhe këndoja pa pasur as pak hezitim apo turp apo ku ta dijon. Edhe sot asaj dita ajo më ka përcjell sepse unë nuk jam këngëtare, por më them se këndoj shumë me dëshirë, posaçërisht kur jam e vetme në shtëpi ku nuk më dëgjon askush, dhe jam në kuzhinë, atëherë pa dashni fillohem në atë botën e këngës edhe filloj të këndoj diçka. Kjo është një energji pozitive, është një energji që çdo familje i duhet, sepse në momentin që nëna apo gruaja e shtëpisë, edhe aq më tepër kur ndodhet atje në byron e saj të preferuar në kuzhinë, është duke kënduar dhe duke gatuar dhe duke ofruar diçka të shijshme, është një situatë dhe një ditë perfekte për çdo individ që rrethohet brenda atyre 4 mureve. Jam shumë e lumtur që keni këtë energji, jam shumë e lumtur që edhe sot që është ka fëmijëria juaj, ju jeni sërish me atë shpirtin pozitiv dhe me atë dritën e madhe që çdo kujt i duhet në jetë. Të falenderoj Eni, të falenderoj nga zemra. Faleminderit dhe ju. Doja t'ju pyesja dhe të ndaleshim tek një pikë shumë e rëndësishme, mbase bëhet shtys ose iniciativë për gjithë ato familje apo vajza dhe gra që synojnë të lënë vendin e tyre. Ju nuk e lat vendin tuaj me dëshirë. Ishte akoma më e dhimbshme kur ju duhet largohenit nga vendlindja për arsye lufte. Mirë po, pyetja ime është, ishte më e vështirë që ju të shkëputeshit nga vendlindja juaj, apo të rilindit, apo të rinisnit një jetë sërish
Dhe një vend të huaj, me një gjuhë të huaj komplet nga zero. Eli, si ta them, nuk mund të bëj një krahasim konkret sepse ne kur dolëm nga shtëpia nuk dolëm me plan që të shkonim diku. Ne dolëm sepse na dëbuan me dhunë dhe nuk e dinim as vetë se ka po shkonim. Po fati apo Zoti deshi që të marrim rrugën më të largët, mos them më të largët sepse ka më të largëta stadion Australi apo Zeland 3, mirë po edhe Gjermania ishte një botë krejt tjetër për ne dhe ne menduam se si familje apo si komunitet mendonim se ishte diçka e përkohshme, gjë që për disa edhe ishte ashtu, edhe kështu që nuk e mendonim fare. Që ju do të ndronit atje për gjithmonë. Ishte vetëm momenti i largimit nga lufta. Qëllimi ishte të mbijetonit të qetë. Edhe pse dëshira ime nuk ka qenë kur të largohem nga vendi im, nga shtëpia ime, edhe në atë kohë të vështirë kur ishim në regjimin mos ja u përmeni emrin, atëherë do të thot unë gjithmonë kundërshtoja kur flisnin për ikje. Unë thoja se nuk dua të ik, dua të ri në shtëpinë time, kështu me radhë, por ja që ashtu ndodhi dhe nuk ikëm pra, por na dëbuan me dhunë edhe së fundi duhet jemi falenderues që jemi gjallë, sepse disa nuk e fatin tim dhe nuk janë më fare në këtë botë edhe kështu që na mbetet vetëm t'i falenderojmë Zotit për ndihmën që na ofroi pa marrë parasysh atyne vështirësive që në të cilat gjendje po i kaluam. A ka qenë kjo periudhë një periudhë shumë e vështirë nga ana shpirtërore apo ka qenë periudha ku ju u formsuat në karakter dhe u pozicionuat tek ai njeriu që nga situata e vështirë krijon atë shpirtin e fortë dhe qëndresën për t'ia dalë? Po unë isha e re, atëherë i kisha vetëm 21 vite jetë, kështu që isha kurioze, isha domethënë mendje hapur për çdo gjë, po kisha edhe fatin të takoj këtu me njëherë njerëz të mirë dhe të dashur që më mirëpritën. Edhe kjo pjesë, keni patur një fat shumë të madh. Është shumë e rëndësishme. Gjithsesi. Kështu që mund të them se nuk e njihja frikën. Frika ishte diçka tjetër që kisha lënë pas. Kjo ishte diçka unë isha shumë kurioze, por edhe plane nuk kisha për këtu akoma, sepse mendoja sa po të ndalet lufta, ne do të kthehemi edhe do të vazhdojmë jetën në Kosovë siç është më smiri, si kemi jetuar përpara. Po fati im deshi që unë së pari fillova të shkoj në një kurs gjuhe. Në atë kohë, ai kurs zgjati 6 muaj. Ndërsa pas 3 muajsh qëndrim, që ne ishim këtu, prindrit e mi vendosën të kthehen menjëherë në Kosovë. Dhe pastaj më pyetën se çka kam plan të bëj. A dua të ri, ta vazhdoj kursin e gjuhës dhe ta mësoj gjuhën, apo dua të kthehem me ta. Që gjithashtu i falenderojmë shumë prindërit e mi për si të them, për një liri kaq të madhe që kisha nga ata në atë kohë. Shumë e vërtet. Edhe unë vendosa të ri, edhe 3 muaj më kishin mbetur, 3 këtu, mendova do ta mësoj gjuhën, do të kthehem në Kosovën e lirë, ku me siguri do të ketë njerëz nga gjitha vendet e botës, të cilët kishin ardhur ta ndihmojnë Kosovën dhe popullin tonë, dhe mendoja se me gjuhën e re që do ta mësoj këtu, do të kem më shumë përparësi që ku ta di unë të punësohem apo të shkoj përpara. Pra ju e shikonit qëndrimin e Gjermani vetëm si një trampolin për t'ju dhënë ju një eksperiencë ose një hapësirë më të madhe kur ju të ktheheni sërish në vendin e lidhjes. E vërtet. Fati deshi që ju takoni dashurinë e jetës suaj. Po pra, siç po shihet, unë nuk u ktheva. Veta këtu me që fati deshi që ta takoj tashmë burrin tim. Edhe
ja ku jam e martuar, rreth 26 vite me 2 fëmijë. Dhe pyetja ime e radhës është se si mund ta përkufizoni ju dhe si mund ta tregoni ju se ka ecur, ka evoluar martesa juaj 26 vite, edhe është kjo një periudhë 26 vjeçare dashurie, sakrificash, apo mirëkuptimi dhe një jetë të lumtur? Është një është sikur një tenxhere e cila ku i fut njeriu të gjitha ato perimet më të mira, po edhe ato që nuk shijojnë mirë, po që kanë dobi, që organizmi jon ka dobi prej tyre. Ashtu e shoh edhe unë martesën time, që do të thotë se nuk ka qenë vetëm harre e buzëqeshje, ka qenë edhe sakrificë, ka qenë plot sfida, por mendoj se njeriu, si të them, gjëja e parë që nuk duhet ta bëjmë për të qenë të lumtur, për të pasur një martesë të lumtur, është që të mos e krahasojmë veten apo partnerin ton, apo përgjithsisht martesën tonë me martesa tjera, me njerëz të tjerë, me partnerë të tjerë. Sepse tash sidomos tani kur kemi aq shumë rrjete sociale si Instagrami, TikToki e gjitha këto, pra ku shohim çifte të ndryshme të cilët shkëmbejnë video e foto me partnerët e tyre, me familjet e tyre, foto të shkëlqyeshme ku ne themi ne, po shumica ndoshta do të thonë sikur ta kisha edhe unë jetën e saj apo të tij, ose filanës i kishte ble burri vetur, filanës i kishte ble burri lule, ose po i blen çdo ditë dhurata. Do të thotë, kjo është gabimi më i madh nëse ne bëjmë krahasime të tilla. E kur ndalojmë së krahasuari martesën tonë dhe partnerin tonë me martesa tjera, me partnerët e të tjerëve, atëherë mendoj se mund të ndërtojmë lumturinë tonë personale. Edhe një gjë është shumë e rëndësishme, ti jesh empatik. Empatik edhe të mos si të them, ta vendosësh veten, do thotë kur kalojmë në për ato sfidat, apo kur ka ndonjë mosmarrveshje, apo diçka të tillë, që të mos jemi egocentrik, po ta vendosim veten në këndin e partnerit dhe ta vështrojmë situatën nga këndvështrimi i tij dhe jo vetëm nga këndvështrimi jonë. Dhe mendoj se e gjejmë një balans, pra edhe patjetër se do të funksionoj. Jam shumë falenderuese për këshillat, uroj që secila grua, secila partnere e një bashkëshorti i marrin konsiderat, sepse familja është e shtrenjtë edhe çdo këshill që ne ndajmë njëra tjetrën është një dritë që ne transportojmë nga familja jonë tek familja tjetër, që ne përçojmë nga zemra jonë tek një zemër e sinqertë që na dëgjon. Kjo janë jetë reale. Zonja Vlora flet nga shpirti dhe nga eksperjenca e saj, nuk janë pak 26 vite, secili nga ne dim që ka ulje dhe ngritjet e veta çdo marrëdhënie, por të jetosh në një shtet komplet të ri dhe të huaj dhe të kesh një martesë të shëndetshme deri më sot, të rrisësh 2 vajza, ju keni thënë keni 2 vajza që sot janë të diplomuara dhe jetojnë jetët e tyre. Ashtu është. Doja të dija se si është rritja që ju keni bërë me vajzat tuaja. Do me thënë, çfarë keni bërë ju ndryshe, ose ku I keni përngjarë prindërvet tuaj në edukimin dhe në rritjen atyre 2 mrekullive që Zoti ju ka falur? Po, gjëja me të cilën unë nuk e dia ju kam përngjarë prindërve apo I kam mësuar ato nga ata, është dashuria. Është gjëja primare për të cilën fëmiu ka nevojë. E pastaj janë të tjera të cilat unë I kam bërë më ndryshe, ato janë se unë kam dhënë në shtëpi, gjatë kohës kur ato ishin të vogla, por I falenderojmë Zotit po ashtu që kisha mundësinë, se nuk dua të them se gjithsesi duhet çdo grua të rrinë në shtëpi, të qëndrojnë në shtëpi me fëmijët e saj, nga se ndonjëherë edhe nuk është e mundur kjo, po me që kishte vendin e tij të mirë të punës dhe fitonte edhe jo keq, atëherë dëshira ime edhe e tij e flakt ishte që unë të rija në shtëpi me fëmijët dhe të rija vetë e jo në për
kopshte fëmijësh, që prindrit e mi nuk e arritën sepse ata të dy në atë kohë punonin dhe unë nuk isha në kopsht, ne kishim fatin aso kohë të rriteshim në obor me agja. Kushtorin dhe të gjithë fëmijët e tjerë, po e vërtet. Gjyshe, se kështu me radhë. Po këtu mundësit nuk janë të tilla, familja është larg, kështu që i falenderojmë Zotit që kisha mundësin të rri me fëmijët edhe t'i edukoj vetë, ashtu si dua vetë, edhe që të them. Pra ju, pas një vlore adoleshente që kishte aq shumë ëndra, aq shumë dëshira, aq shumë pasione, në të bërit nën, ju I keni falur kohën tuaj të plot, qëndrimin tuaj 24 orë 24 dy vajzave tuaja, apo jo? Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Dhe jam munduar, si të them, të kem një qëndrim të hapur, një qëndrim shoqëror me to, të mos jem vetëm nën, po kam përdorur atë stilin jo autoritar, po një stil më, them ashtu, më demokrat me to, stil edukimi po flas, edhe besoj si ja kam dalë. Lu Zotin që t'jetë vërtet kështu. Jo po sot, kur vitet kalojnë dhe vajzat tuaja janë rritur, janë diplomuar dhe shkolluar, ato janë veçmas nga ju. A ndjehet zonja Vlora disi bosh në shpirtin e saj, apo mendoni ju se kjo është cikli i jetës, edhe çdo nën duhet ta mirëkuptoj fëmijën, duhet ta mirëkuptoj këtë lloj rrjete që jeta merr, dhe pavarësisht se ne I duam dhe I lutim Zotin t'i kemi gjithmonë mirë fëmijët tanë, duhet dilemata të lirë, si ai zogu që shtektot dhe gjen folen e tij ku kërkon vazhdoj të jetoj. Atëherë kur vajzat kishin nevojë për mua, unë isha aty. Ndërsa kur e arritën atë moshën që të bëhen të pavarura, atëherë ato u desh me do e mos të marrin rrugë të reja, sepse do qytet edhe në Gjermani ke mundësit të studiosh në vendin ku jeton, kështu që unë përkundrazi nuk ndihem bosh, ndihem shumë e përmbushur, e kënaqur, edhe të mos them se mburre me to, sepse fjalën mburje nuk e dua shumë, po jam shumë falenderuese për atë që ato janë ashtu si janë. Lu Zotin që ju t'jeni gjithmonë prindër krenar për dy mrekullit tuaja, dhe unë uroj që çdo prind ta kuptoj këtë cikël jete dhe ta mendoj njëjtë si ju që ne vetë bëjmë të gjithë punën tonë që Zoti na e ka dhënë, është risk ti jesh prind, është risk nga Zoti të rrisësh fëmijët dhe t'i edukosh, por dhe pasi që ato kanë mbaruar shkollën ose kanë krijuar familjet e tyre, t'i urojmë gjithë mirat dhe të lutemi gjithmonë me shpirt për to dhe t'i lejojmë të jetojnë qetë atje ku ata zgjedhin të jetojnë. Ashtu është, dash Zoti t'jenë shëndosh e mirë, të kem fatin e mirë, gjë që është diçka shumë e rëndësishme, sidomos për fëmijët të cilët rriten në mërgat, dhe them ashtu ku ajo dëshira të takojnë njeriun me gjuhën të kombit vet është gjithmonë prezente, po Zoti edhe më së miri. Vërtet. Përtej kësaj, juve pasi vajzat u rritën, vazhduan shkollën, vazhduat të synonit dhe nuk hoqët dorë nga ëndrat tuaja. Unë di që në moshën 39 vjeçare, zonja Vlora ristarton shkollimin e saj. Ashtu është Eni. Unë pasi u rritën vajzat dhe them ashtu, sa ishin vogla apo më të reja, unë isha vazhdimisht e angazhuar me to. Edhe pse ishin rritur, prap se prap vinin, mami, a mund të më pyesësh, mami, a mund të kontrollosh se a ka mësu mirë, ose ku ta di, ona jam përgatit mirë e kështu me radhë. Edhe dikur njeri e vren se çdo herë më pak e kanë atë nevojën tënde. Jo si ka qenë më parë. Edhe aty filluan nuk di a mund t'i quaj dyshime, apo disi një mangësi, një hapësirë, cila duhet me do e mos të përmbushej me diçka të mirë që mua do të më bëj lumtur. Nuk do të thotë se ajo zonja Vlora, ajo vajza
e dikurshme që kishte aq shumë synime dhe ambicie, i kishte lënë thjesht në fjetje të gjitha ato për një periudhë kohe dhe i rizgjon sërish në një moment kur vërtet ishte koha e dur, vajzat rriten, ju i kishte gjitha mundësitë dhe kushtet, dhe në moshën 39 vjeçare ju ktheheni sërish si një studente. Pyetja ime është, a ndjenit ju frikën ose ndjesinë e, nuk mund të them se është turp në moshën 39 vjeçare, por shumë vajza ose shumë nëna tërhiqen. Unë tani kam vajzat në ato shkollë, ose në të njëjtën kohë si unë, vajzat e mia po shkollohen. Si ndjeshit ju? E kishit atë frikat e përgojimit ose të njerëzve që do flisnin negativisht në këtë këndvështrim? Çfarë është me këtë moshë të shkosh në shkollë? As pak, ndoshta unë kam pasur fatin të jem e rrethuar me njerëz shumë pozitiv, të cilët vetëm më kanë përkrahë edhe më kanë dhënë gjatë gjithë kohës forcë të vazhdoj tutje, që të shkoj përpara, kështu që atë problem nuk e kam pas asnjëherë, asnjë moment. I vetmi problem apo dert apo ishte çka mua më mundonte ishte ajo si do t'ja filloj kur unë shkoj kur do të thot në një klas ku të gjithë janë më të ri se unë. Kjo ishte. Ju vetë kishit këtë situatë, këtë emocion. Ashtu. Mirë po kaloj për 2-3 ditë të para ishin pak më, si them ashtu, si çdo gjë e re kur fillon njeriu në jetë, por do të thotë kaluan shpejt edhe e vetmi gjë ishte ato vështirësitë me gjuhën, sepse nuk është njëkohësisht gjuha, sikur në gjuhën shqipe gjithashtu gjuha zyrtare dallon nga gjuha që ne flasim në shtëpi. E vërtet. Do të thotë ishin ato fjalë, ishin disa fjalë që unë kur më parë ndoshta edhe nuk i kisha dëgjuar. Edhe ishte një sfidë për mua, por nuk u dorëzova, vazhdova edhe ja dola. E unë lusë shumë Zotin që çdo grua që ka një ëndër të sirtar të mbarojë një shkollë, të marrë një drejtim, të bëhet dikushi dhe për arsye të ndryshme, qoftë familjare, qoftë të bëhet nën, apo qoftë një pamundësi e momenti, mos heq kur dorë nga ëndrat e qëllimet e saj. Në çdo kohë ne mundemi dhe në çdo kohë nëse ne i ndjekim ëndrat dhe pasionet tona dhe ja dalim. Drita jote mund të vërtojë. Shumë e vërtet. Me ndihmën e Zotit gjithmonë. Absolutisht, me ndihmën e të madhe e Zotit, shumë e vërtet. Dhe sot neve flasim së bashku dhe ju punoni si një edukatore kopshti në një shtet krejtësisht të ri dhe të huaj, por që tani më shkolloheni, jetoni edhe vazhdoni të rrisni breza të ri çdo ditë. A mund të na thoni se çfarë mësoni ju çdo ditë nga filizat e rinj që janë aq të pafajshëm, që ne të rriturit shpesh e harrojnë për diçmërinë e jetës? Unë shpesh mendoj se ne të rriturit mësojmë më shumë nga fëmijët se anasjeltas. Ajo ishte edhe unë pyetja ime, çfarë mësoni ju çdo ditë nga fëmijët? Gjërat kryesore, siç është dashuria e pakusht, të cilët ata të japin çdo ditë, apo falja, fëmijët të falin shumë shpejt, edhe pse ndoshta për një moment hidrohen edhe largohen, po ajo nuk zgjat më shumë se 1 minutë, ata kthehen prapë dhe veç më të kanë falur. Pastaj është edhe vetbesimi të cilin e kanë, i cili neve të rriturve shpesh na mungon. Do të thotë, ata shohin një lis të lartë, s'ka rëndësi sa është i lartë, vrapojnë edhe i ngjiten lisit përpjet. Pa pasur frikën e rënjës, gjëqet e rriturve në aspekt. Është shumë e vërtet, shumë e bukur. Thotë se shumë mund të mësojnë nga fëmijët. Unë për vete jam, do me thonë kjo është diçka reciproke. Shumë e bukur. Do me thënë keni përmendur 3 pika aq shumë të rëndësishme që ne të rriturit shpesh nga egoja ose nga dëshira për të qenë gjithmonë unë, ai mbrojtja e unit ton, i harrojmë ose i zbejmë në përditshmëri, që është dashuria, falja dhe këmbgulja të ato qëllimet që ne themi mundemi apo nuk mundemi. Fëmijët gjithmonë i kanë këto të zgjuara në shpirtin e tyre. Ndalemi për një moment në një tjetër pikë të jetës tuaj, që është disi e dhimbshme
por që unë të doja ta prekja duke kërkuar shumë ndjes, vetëm për të gjitha ato zonja, vajza ose gra që e përjetojnë edhe mbeten aty, në atë dhimbjen që jeta i merr. Ne dim që secili nga ne përjeton momente të bukura në jetë, do donim gjithmonë të kishim gjithmonë pranë të afërmit e zemrës, mirë po ka situata dhe momente që duhet të themi të Zotit jemi dhe tek ai do të kthehemi. Juve më keni treguar një pikë ku jeta juaj mori një tjetër kthes, ose ajo zonja Vlora që këndonte në përkuzhinë, ndjeu atë pikëllimin e madh në hupjen e babait të saj. Unë nuk doja ta cekja si dhimbje, por vetëm doja ta bëja një këshill që ju mund t'i jepni çdo vajze, se si ajo dhimbje, duke kthyer në lutje, të bëhet një shtys për të ecur përpara dhe për të kuptuar që realisht ky është cikli i jetës. Po nuk ishte fare lehtë Eni. Është një gjë që është, si them, është akoma prezente në mua dhe do të jetoj gjithmonë. Unë e kam provuar dhe përjetuar vetë, derisa të kemi frym, ata që i duam dhe na mungojnë janë të përjetshëm në dhimbjen tonë. Ashtu është. Edhe unë nuk hezitoj as pak të flas për babin. E lu Zotin ta ketë mëshiruar, jo vetëm babin, të gjithë prindrit. Edhe ishte diçka shumë e rëndë. Ndoshta për vetë faktin se jetonim larg njëri tjetrit, edhe fillova me humbjen e tij, fillova t'i bëj vetës fajin. Pse nuk e kam thirrë më shpesh, pse nuk e kam vizituar më shpesh, ose pse nuk ja kam hapur ndonjëherë telefonin. Edhe një gjë, e them me plot sinqeritet, pa dashur të prek askënd nga familja, por në momentin kur prindi, njëri nga prindrit, pa marrë parasysh cili ndron jetë, shtëpia në të cilën ti u linde, u rrite dhe krijove jetë, them ashtu, bëhet papritmas e huaj. Nëse e vërtet. Mbeten kujtimet, por kthehen të gjitha ato kujtime në dhimbje dhe në trishtim. Po jeta vazhdon, kështu që jam e lumtur që kam vetëm kujtime të bukura për babin dhe jetoj me ato kujtime deri në frymën e fundit. Lut Zotin ta mëshiroj, të shtrenjtin tuaj dhe të çdo individi që na dëgjon sot. Ne jemi një individ të gjallë dhe e dim që kjo jetë nuk është e përjetshme. E lut Zotin që të na bashkojë atje në xhenetet e larta në ahiret me gjithë të dashurit të zemrave tonë. Amin. Kaloj në një pikë tjetër, aq të bukur, por edhe interesante. Unë ju kam njohur nëpërmjet një faqe goxha të njohur në portalin e Instagramit, ku ju shprehni atje një super talent të gatimit. Më keni treguar që lindi si një shkëndi në atë trishtimin tuaj të humbjes së babait, dhe nëpërmjet ndihmës së vajzave tuaja, ju keni arritur të krijoni një grup aq të madh në të cilin shpërndani gatime tradicionale dhe kulturën e atëherë tonë. Po, e vërtet, Eni. Kjo ndodhi shumë pa prit, edhe kur nuk do ta mendoja se do të kemi një numër kaq të madh të ndjekësve, të cilët e pëlqejnë punën time, videot e mia, personalitetin tim, edhe jam po ashtu shumë falenderuese për një gjë të tillë, dhe mund të them se më nxori nga ai tuneli i mërzisë. Po, është kohë kur unë isha isha preokupuar me ato, me mërzinë për humbjen e babit, dhe mendoja se disi nuk po shkon jeta përpara, diçka po mungon gjatë gjithë kohës. Edhe falenderoj vajzat e mia shumë, të cilat më nxitën të filloj një punë të tillë që më ndihmoi shumë. Nuk shkëmbej çdo ditë gjëra apo gatime me ndjekësit e mi, që edhe koha nuk më premton, por sa që gjej kohën të
ta filmoj atë që e bëj, sepse njeri ne graduat Gatuajmë çdo ditë pa diskutim. ditë gatuajmë, nëse jo çdo ditë atëherë çdo të dytën ditë, mirë po nuk arri t'i filmoj të gjitha për t'i ndarë me të tjerët, mirë po e bëj aq sa e ka mundësin, edhe nuk dua t'i kaloj kufit që ta merr atë si punë, si obligim, por të mbetet ashtu ta bëj me qef, po pra, pasion. Me që unë nuk fitoj asgjë me faqen time, as nuk bëj reklam për ndonjë kompani apo diçka tjetër, edhe kështu që mirë është ashtu. Është një pasion apo një portë e re ku ju kërkonit të mbushnit ditën tuaj, sepse ju tani më jeni të punësuara, ju keni një mundësi të ardhurash, por gjithashtu i jepni kohë edhe gjithë atë energjinë tuaj pozitive, pjesës së gatimit dhe postimeve në rrjetet sociale. Ishte kjo pjesë e kulturës tradicionale që ju morën nga prindrit tuaj, apo u bë si pasion i momentit pas shumë viteve eksperiencë që ju kishit tani më në kuzhinë? Po unë në kuzhinë më duket që jam prej që di për veten, unë e shoh veten në kuzhinë. Edhe si e vogël do të thotë tortat e ditëlindjes sime i gatuaja vetë, sepse bravo. E kam dashur punën në kuzhinë, sidomos ato kur ishte punat e ëmbëlsirat, ti zbukuroja, ti dekoroja, aty e gjeja më shumë veten, edhe do të thotë kaloj me kohë kaloj kjo edhe në pasion. Edhe tek se për mu kuzhina është po ashtu një lloj arti. Ashtu si këngën, apo ndoshta edhe aktrimin, edhe vizatimin nga pak, ashtu e shoh edhe punën në kuzhinë, e shoh si art, e jo si obligim. Shumë e vërtet dhe shumë e bukur. Nëse çdo kush por që nuk bën ta mohoj se nuk e kemi edhe tradit në familje, sepse shumë gjëra apo pjata të cilat i gatuaj janë receta të vjetra, të gjyshës time, e cila i ka përcjell ato te nëna ime, edhe nëna jonë tek ne vajzat e kështu me radhë. Shpresoj që deri diku ka mund t'i përcjell ato edhe vajzat tuaja. Uroj shumë edhe unë. Është shumë gjë e bukur sepse secili nga brezi i ri mund të marrë diçka që vërtet ka humbur me kalimin e viteve, tek ajo që ju gatuani dhe ju i përcjellni në rrjetet sociale. Pra e kaluara bëhet bashkë në kohën e teknologjisë, në të sotme, po ata mund të shikojnë se sa të bukur mund gatuhet, edhe vërtet që gatimi dhe kuzhina është art më vete. Unë ju komplimentoj sepse ka video shumë të bukura dhe gatime vërtet duken shumë të shijshme dhe të rregullta në formën se si ju ofroni para njerëzve që i ndjekin. Faleminderit nga zemra. Edhe juve gjithashtu. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme, ndoshta nga fundi, por jo më pak e rëndësishme, është ajo e besimit që ju mbartni në shpirtin tuaj. Jemi të dyja besimtare të besimit islam dhe zonja me 5 vakte namaz. Unë jam shumë e nderuar dhe e lumtur ta cek këtë pikë dhe doja të pyetja ime ose pika ime e referimit është, ndoshta kjo nuk je diçka personale dhe nuk do të ta ndanim absolutisht, por unë do ta theksim tek një pyetje shumë e rëndësishme që është se si ju e përçoni këtë ndjesi të pastër të besimit tek ai brezi i ri që ju po rrisni në duart tuaja sot. Pra, si ju ja përçoni këtë ndjesi, këtë kënaqësi shpirti, atij brezi që ndoshta në familjen e tyre mbartin një tjetër besim ose ka një tjetër drejtim të besimit. Po, Eni, në shtëpi atë ajo edukat fetare e cila zhvillohet në shtëpi ka dallim nga ajo do me thënë në kopsht ku punoj. Si që the edhe ti, aty fëmijët janë shumica, pra pjesa dërmuese e fëmijëve janë të fesë tjetër që ne gjithashtu e respektojmë edhe e pranojmë. Absolutisht.
por unë mund të flas më shumë për fenë në familje, në shtëpi, edhe tek jam munduar gjatë gjithë kohës si ta them, t'ua jap, ta përcjell tek vajzat e mia më shumë me vepra se me fjalë. Do të thotë nga veprat kryesore siç janë namazi që nuk bën ta lëm anash, pastaj agjërimi gjatë muajit Ramazan, por jo vetëm, edhe ditëve tjera, edhe pastaj jam munduar t'ua mësoj se leximi librave, i çdo libri na sjell përpara, na mëson çdo ditë diçka të re, pse të mos e lexojmë dhe mësojmë edhe librin e Zotit, siç është Kurani, dhe i cili është një udhërrëfyes për të gjitha kohrat. Shumë e vërtet. Faleminderit nga zemra për këtë këshill. Uroj që çdo nën, po dhe çdo herë që na ndjek, ti dëgjoj, sepse vërtet janë pika aq shumë të rëndësishme sa që drita e shpirtit tonë merr një tjetër kafje, merr një tjetër ndriçim. Zonja Vlora, unë doja t'ju pyesja çfarë është diçka që ju sot e dini dhe do të ishit e lumtur ta kishit ditur 20 vite më herët, ose ajo pika e dritës që ju keni pasur, sfikatur sot, si mund t'ja ofronim si këshill atij brezi të ri që janë 20 vite, 30 vite më të reja nga ne? Mirë më pyete tash, do të thotë, është një gjë me të vërtetë që ndoshta para 20 viteve, apo ndoshta edhe para 10 viteve nuk e kisha menduar kështu siç e mendoj sot. Gjëja për mua e vetme mendoj se është falja. Kur mësova të fal të tjerët, e gjeta paqen në vete. Shumë e bukur. Ju falenderoj në zemër për këtë super këshill. Pra pavarësisht çdo situate, pavarësisht çdo vuajtje ose emocioni, neve do ishim shumë të qetë shpirtërisht paraprakisht vetë, por do jetonin dhe shumë më të lumtur nëse do falni. Shumë e vërtetë është. Dhe Zoti është falës dhe prandaj ai e do faljen. Faleminderit nga zemra dhe për këtë super këshill. Dhe unë do të pyesja, cili ka qenë momenti që ka ndryshuar zonjë Vlora rrënjësisht në shpirtin e saj? Nga gjithë këtë cikël jete që ne ndam së bashku. Kush ka qenë ai moment që ju e spikatët këtë pikë të rëndësishme ku jeni formësuar ose keni krijuar atë rrënjën tuaj të shpirtit? Kjo lidhet prapë me humbjen e babit. Po. Që nga ai moment diçka ndryshoi krejtësisht në jetën time. Unë që nga ajo ditë, do të thotë tani janë bërë 6 vite që babi nuk jeton, dhe unë e shoh jetën nga një perspektivë krejt tjetër, nga një këndvështrim shumë ndryshe, që dua të them se jeta nuk është, do me thënë, jeta ka fund. Nuk është çdo gjë, apo më mirë ta them, çdo gjë është vetëm e përkohshme. Do me thënë, çdo gjë ka fund, ashtu edhe jeta jonë. Për atë edhe që nga ai moment, që nga ajo ditë, unë reflektoj shumë më shumë për jetën, për veprat, për të kaluarën time, po ashtu edhe për meni. Dhe doj se pa marrë parasysh se ishte një diçka që e tronditi jo vetëm zemrën time, por gjithë familjen tonë, na la apo më la mua diçka shumë të mirë që unë të hap mendjen, njëkohësisht edhe zemrën, edhe ta shoh jetën me sy krejtësisht tjerë. Dhe të filloj të punoj më shumë për jetën e asaj bote, e botës që nuk ka fund, e jo të mërzitëm shumë për jetën e kësaj bote, sepse kalimtare dhe vete. Thuhet çdo gjë është e shkruar, shpesh nuk kemi shumë edhe Unë të doja të më tregonit se
Pas gjithë këtyre përjetimeve që ne ndam së bashku, çfarë është drita për një dritë të bukur si ju? Faleminderit për komplimentin. E njëjta vlen edhe për ty. Faleminderit nga zemra. Edhe për mua dritë është namazi. Kjo është diçka që është jo vetëm një mendim, po është një qëndrim që unë nuk do ta ndryshoj kurrë në jetë. Nuk është vetëm dritë për këtu, po është edhe një dritë edhe për të kaluarën, për të cilën neve që kemi kaluar, do të thotë, pa ajo do ta ndriçoj edhe atë, sepse namazi është diçka që me anë të namazit ne edhe kërkojmë falje, pra falenderohemi së pari, por edhe kërkojmë falje, edhe unë jam mëse e bindur se e kaluara, si do që të ketë qenë ajo, do të na falet, nëse kemi bërë gabime. Jam e bindur se pa gabime nuk jemi asnjëri, edhe namazi është edhe dritë e padyshim e jetës së mëtejme. Do ndaleshit këtu te kjo pikë për të dhënë një këshill të sinqert zemre për çdo ndjekës që është sot me ne. Pra kush është këshilla juaj për dritën e jetës të çdo individi që na dëgjon sot? Këshilla ime do të jetë falni sa më shumë, dhe sa herë që falni dikë, do të ndeset jo vetëm një shkëndije e vogël, po them ashtu një dritë, një qiri në zemrën tuaj. Faleminderit shumë nga zemra për këtë bisedë të këndshme dhe sinqert. Unë lut Allahun që t'ju jap mirësi pafund ju dhe familjes tuaj, dhe uroj shumë që të jemi sërish së bashku në të tjera lidhje live dhe në të tjera emocione dhe përjetime. Keni goxha kohë përpara, mund të lidhemi kur ju të bëheni gjyshe, kur keni një ndjesi aq më të lumtur akoma në jetën tuaj, sepse vajzat tani janë rritura, dhe unë do jem shumë e lumtur që të jemi sërish së bashku për këto emocione. Inshallah, dash Zoti të takohemi sërish, të jemi shëndosh më së pari, edhe uroj të takohemi prapë. Të falenderoj shumë për intervistën. Falenderoj unë shumë nga zemra për këtë intervistë kaq të këndshme. Zoti të shpërblet dhe i shpërblet të që ndjekën. Amin. Shumë faleminderit. Pra, ishim sërish së bashku me Sonjën Vlora. Ju falenderoj nga zemra që ndam këtë kohë dhe këtë emocione me njëra tjetrën. Jam shumë e lumtur që të lexoj disa komente që janë të shkruara nga ndjekësit që kemi së bashku. Nuk e di. Vetëm një moment. Mashallah, kështu lloj emisionesh na duhen, shumë bukur të dyja. Jo gjithmonë falen njerëzit, besoj unë. Kemi një mesazh nga Ida. Mami je një yll. Më duket se vajza është duke na ndjekur. Aulona ke plotësisht të drejtë. Mami është vërtet një yll. Falenderoj nga zemra të gjithë ata që na kanë ndjekur, që kanë ndarë kohën e tyre me ne. Bravo, thot Aulona. Zonja Flora, nëse jeni akoma në linjë? Është larguar. Atëherë, jo gjithmonë falen njerëzit, besoj unë, thot Hilda. Hilda, lut Zotin që ti falesh në zemrën tënde për të gjetur qetësinë dhe vazhdimin e asaj që ne na duhet në jetë. Nuk është të thënë që ne ti falim njerëzit ashtu siç ti mendon, se rrjedha e jetës është shumë e dhimbshme, unë e di se ku e ke pikën qendrore që ti po e thua këtë, por të falësh do të thotë që ti të vazhdosh të jetosh e qetë. Ne nuk falim që ai tjetri të jetojë, të vazhdojë qetë, por për të vazhduar ne. Ju falenderoj nga zemra që ndat kohën tuaj me dritë, me këtë episod të dytë. Uroj t'ju ketë pëlqyer dhe të vazhdojmë sërish të dielave të tjera, të jemi sërish së bashku për të shpërndarë dritën e njëra tjetrës. Secila nga ju ka mundësi të jetë në këtë hapësirë të dëgjuar, sepse secila nga ne mbark një dritë brenda saj. Do ta mbyll me një poezi tjetër time, dhe aq të rëndësishme sa që janë gjitha këshillat, është edhe një poezi që mund të shpërndajë mirësinë dhe dritën tek ju. Poezia titullohet Mirësitë. Mbajini mend gjërat që sot i keni, e dje me lopë sy i kërkoni. Mos e harrojmë se sa nevojtar jemi dhe në vështirësi veç tek kush shpresoni.
Falenderojeni krijesat, çdo njeri që ju ndihmon, se kjo tregon kulturë dhe mirësjelljen tuaj, veç para së gjithësh, krijuesin, gjithmonë, çdo çast, çdo ditë dhe çdo muaj. Ju kështu me këtë kështill të dhyer nga libri i Dritë Shpirti, për të takuar sërish në emisionin e të dielës tjetër. Deri atëherë, natën e mirë dhe Zoti ju ruaj.